Allahu xhallahu ala nuk merr në emër të autoritetit, por jep në emër të kësaj, a duhet këtë ketë ndikim në jetën tonë të përditshme? Po, që ne autoritetin mos ta kërkojmë për njerëzve, por ta fitojmë në bazë të veprave tona, apo ta fitojmë në bazë të punëve tona, ta fitojmë në bazë të angazhimeve tona, dhe mos të presim respekt falas nga ana e njerëzve. Sikurse për shembull disa njerëz nuk kanë në jetën e kësaj bote asgjë, diçka të theksuar që vlen përmendet. Nuk kanë asnjë kontribut të posaçëm të veçantë. Krejt çka kanë do vjet i kanë para dikujt. Apo? Edhe pse kjo është e mjaftueshme për një respekt kufizum, mirë po veç për shkak të do vjetëve kërkon që të ketë pushtet absolut mi ketë ata që pak më të sa jepte. E këtë shëron të refuzon. Apo? Nga se na ka mësuar feja që ai që pak do vjet më vjetër se na, apo na ka mësuar feja, duhet më bëni respekt. Mirë po. Ky respekt dhe ky nder a përfshin krejt fushët e jetës? Ja, kur vjen puna me dal imam, nuk e qesim se i ka do vjet pak më shumë se na. Apo? Po e qesim ato që i ka do ajete pak më shumë se na. Apo? Nga se autoriteti në këtë rast nuk fitohet me vjet. Nuk fitohet i kur fal na une, ju si nikon kërkun. A ne, Allah është probleft, po a ki investutin këtë drejtim që ku të shkojmë me konti i pari, a qëkurt investimi të i vetëm? Ja, Allah, s'kom në vështë, po, rëqito. Kur të folim për atë periud, kur së të harrojmë, inshallah, mos i gale. Ama kur së të folim, së në përmenëm, se ku me të përmenë hala? Prandaj njerëz nga njëre e kërkujnë një autoritet, e kërkujnë një respekt, apo me një investim. Njëre ka investu, e ta është dënë në këtë bizneset që fitojmë na me aprofitimin atina. Jo, Allah, ti çtu ke investu. Që tu start fitojmë ta japëm, hiç gale mos ki. Ama do punë s'ke investu, Allah, s'u ta japëm fitimin se s'ke investim këtu. Çish më ta jap? Prandaj ti ki ortak, i ki 10 biznesi i ki, apo me një ortak janë 2. Ai tash më tonë çfarë gjë marra? Ke fituar as më kthen. E çka ke bëu ti? Po ne çtu ku mbo? Balla që tu kom investuar, këtë ku fitojmë më pruti më këto. A bën dikush kështu? S'ka kështu Allah. Nuk ka kështu. Andaj besimtari duhet që fillimisht të investon, të bën apo që autoriteti i tij të buron nga e arritura e tij, nga puna e tij, nga angazhimi i tij. E jo që ta ketë një investim me një aspekt, apo e pastaj të munduhet që ta shumë fishon fitimin e këtij investimi, duke marrë edhe fitimin nga sektorët e tjera që nuk i takojnë.